përshëndes, edhe të falenderoj gjithëve, gjithashtu edhe në emrin e deputetëve që jenë bashkërisht sot këtu. Është një ditë që publiku dhe qytetarët e Republikës së Kosovës janë duke kohë se dyert e vendit të Kosovës po mbyllen dhe vendi i Kosovës po bllokohet. E pot edhe ju të nderuar përfaqësues mediave e gazetarë që e pat sfidë, çosje edhe mundësinë që ne qenë të bashkërisht me neve me qëllimin e vetëm me informu qytetarën e Kosovës saktësisht se çka është duke ndodhur, sidomos në javën e fundit, po edhe sot me rendin kushtetues, me cënimin e kushtetuesës dhe me çosjen edhe tendencën e organizatës e cila organizat banditeske e cila është e veshur me petkun e pushtetit dhe përmes pushtetit personel rendin kushtetues dhe për të nëzënë me full shoqërinë tonë vendin tonë në një anarki të plotë. Ne jemi bashkërisht me deputet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës që i futun një kandidaturë për me bo punën tonë. Neve mandatin e ka vonë populli, ne ka vonë qytetarët e Kosovës. Nuk ne ka vonë mandatin Albin Kurti, edhe nuk mundet me ne. Andaj me qëllimin që me mbrojt kushtetutshmërinë, me qëllimin që me funksionalizu kuvendin, dje deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës janë drejtuar në shkresë zyrtare kryesuesit seancës dhe të dehori, në mënyrë që vazhdohet seanca, deputetët të lidhen dhe të funksionalizohet kuvendi institucioni më i madh i vendit. Përkundër kërkesës tonë, nuk ka gjetur mbështetje dhe nuk është thirrë vazhdimi i seancës, andaj ne kemi vepruar drejt dhe jemi ardhur këtu ku e kemi mandatin edhe për çka na ka dhënë qytetarët e Kosovës, kemi përfaqësuar në mënyrë që me përcjell si qëndrim tonë politik pro funksionalizimin e kuvendit dhe me kthy Kosovën në binor kushtetues që është duke rrëshitur krejt ditës ditë dhe tash është duke u kriju si shembull që realisht nëse organizata banditeske nuk e respekton kushtetutën, atë është logika logjike pse një biznes privat atë duhet me pagu takimin. Nuk e shkel kushtetutën, pse ai mos më shkel ligjin. Pro është më shumë se alarmante, më shumë se shqetësuese dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë me qëndrime dhe me aktivitetet tona politike, po pikor është kuvendi i Kosovës, këtu duhet të lidhemi dhe të gjejë zgjidhje dhe të funksionalizohet kuvendi dhe të ketë stabilitet funksional në institucionet e Kosovës. Dhe sigurisht që nëse shteten mundësit me ana kuvendit të Kosovës, do të jenë hopat tonë tjerë guximshëm dhe të vendosur për me mbrojtë demokracinë, për me mbrojtë shtetin edhe për me sigurinë respektive qytetarëve në shtetin tonë, i cili është i ndërtuar si rezultat i sakrificës burrave e grove brez pas brezi dhe gjokut dëshmorëve e martërëve, andaj e kemi amanet me rujt, me mbrojt, me punu me dëshmëri dhe me përgjithësi. Që 18 muaj, prej kur Albin Kurti dhe vetë vendosja kanë kushin më të madh politike në këtë vend në stabilitet edhe në normalitet. Çdo herë kem alarmuar, kem reaguar, mirë po kjo çka është duke ndodhur aktualisht, sidomos javën e fundit, është përtej asaj çka po më me imagjinoj. Pro, vënohet tërësisht rendi kushtetues në vendin tonë dhe tërësisht institucionet tona janë jashtë funksionit. Pro, as nuk kemi qeverin, as nuk kemi president, as nuk kemi kuvend funksional. Shtrojt pyetja çka është duke funksionuar, çka kemi funksionore aktualisht. Dhe po ne, po ju kërkoj edhe juve, ndërru media, po ju kërkoj gjithë qytetarët e Kosovës,